Përshëndetje të gjithëve, ky është katrori yt, katror në të cilin sot do të tentojmë që të njëjtën gjë si në emisione tjera, të japim një perspektivë, të japim një dritare konstruktive për një temë të cilin kohëve të fundit duket që krejt kanë tendencë me anashkalu ose me e sulmu. Jam ka flas për etikën në media. Kur po them me e sulmu, e kom parasysh jo veç trendin aktual të gazetarisë, jo veç dezinformatat që vinë nga burime të ndryshme, po edhe ato që do duhet ishte mjeti joni për me letu punën në inteligjencë artificiale dhe përparimit teknologjik, në anën tjetër vija e frontit, vija defanzive e vlerave etike, është ajo që mësohet në shkollë, edhe ajo mandej që bartet si pjesë e integritetit gazetaresk në punë të përditshme. Edhe s'ka njeri më të mirë me diskutu çdo tema se sa Remzia Shahini. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën lart. E thash që vija e mrame mbrojtjes së etikës është që ajo që mësojmë në shkollë, edhe qatë integritet nëse e bartim në punë të përditshme. Realisht është diçka që e mëson për me dhonë provimin, edhe ma ne jenë rregull për shkak se puna përditshme të deformon, të nxjerr peq aty në parimeve, apo kur e jep provimin veç ja nis, edhe mandej të jetën duhesh që ato parime me ju kthy vazhdimisht, për mos me thonë me ju kthy çdo ditë. Unë u gëzova shumë kur e mora ftesën pikërisht për këtë temë, pikërisht për shkak se këtë semestër e ligjeroj etikën e medias, zakonisht është semestri veror që e ligjeroj etikën, edhe qysh e din lart, unë e kam shumë për qefi, kështu si land. Unë shpresoj shumë që mos jetë vetëm një land të cilën studiusit e gazetarisë para së gjithash, po jo vetëm, e bojnë vetëm për me plotësu numrin e kredive të studimeve, po edhe mbartin me vete si vath në vesh, kudo që janë profesionin e tyre. Etika e gazetarisë bilon e kështu gjithmonë e quj edhe etik e medias, se më duket që ky nocioni media përfshin gjithë procesin e komunikimit. Do me thonë nuk e kisha reduktu vetëm në etikën e gazetarisë, të profesionit të gazetarisë, se mendoj që aspekti etikës përfshin 3 rrafshe kryesore, që janë gazetarët, autorët, korespondentët, edhe për këto do të sqaroj pse, do me thonë raportusit live, pronarët e mediave, qofshin ata privat ose publik, edhe publiku. Sepse ne zakonisht kur shohim për shkarje etike në media, ne o vemi fajnë ose mediave ose gazetarëve, po mas shumë të gazetarëve. E kjo nuk është e vërtet, sepse përgjegjësinë e bartim të gjithë. Para së gjithash, etika nënkupton përgjegjësi. Pse e thash që këtu ndahen në 3 rrafshe, gazetarët, autorët dhe korespondent apo raportuesit live, është se gazetarët janë ata të cilët janë rojet e portës, ata të cilët i vendosin prioritetet se çka duhet të dalë dhe çka jo në media. Pastaj janë redaktorët, redaksit, ato të cilat e filtrojnë. Mirë po, kur jemi të transmitimet të drejt për drejta, të korespondentët, këtu duhet shkojmë edhe në nivel më të lartë në aspektin e etikës, për shkak se fjala e folur është fakt, edhe kur je në transmetim të drejt për drejt, nuk mundesh me thonë, më falni ajo që e thash më herët nuk vlen. Sepse fjala e ka marrë dhenë, ma nuk mundesh më kthy. Mande janë edhe pronartë. Ne shpesh herë jo vëjmë fajnë mediave që janë publike, edhe i privojmë prej përgjegjësisë mediat private, që nuk do të ishte kështu, sepse përgjegjësia është e barabartë. Po edhe vetë publiku i moshës madhore. Ne si publik i moshës madhore, në qoftë se mediat bëjnë shkarjet e tyre, ne jemi përgjegjës për ata që i kemi në përgjegjësinë tonë, minorant, vllazërit, motrat, fëmijët tonë, e kështu me radhë. Kështu që unë e shoh procesin ose etikën si etikë të medias, etikë të komunikimit, etikë të gazetarisë që i përfshin, i ngërthen këto gjitha në vete. Edhe televizioni që unë e kom mësu, kur kom nis me punu, është ka zhduket, ose është ka transformuar rrënjësisht, për mos me thonë është ka
është ka zhdukët. Gazeta, të cilën ashta ju e keni mësu, është zhduk. Kemi mri me vra printin si kulturë. E kemi heq krejt. Është ka lind diçka që po quhet prodhimi përmbajtjes. Edhe këty kur thu content creation, është prodhimi përmbajtjes, tingëllon sikur se s'ka nevojë ose s'ka obligim me ju përmbajtë të njëjtave rregulla që i përmbahem unë nëse punoj në media për shkak se ai krijon përmbajtje edhe e lëshon dika. A është transformimi medial të ecë para normave të asaj që mësohet në shkollë, edhe të asaj që realisht mësohet edhe si kulturë e përgjithshme në kuptimin e tij. Unë për që ta ma i thare jam me asoj fjallës transformim si sa zhdukje. Bile une jam me specializu me në televizion, kështu që nina shumë keq kur të më thuni që televizioni po zhduket. Jo dene që kur ka linë televizioni ka thonë që ka mytë radion. Mirë po sot dhe kemi për shembull një ekspanzion të jashtëzakonshëm të radios, përmes domethënë internetit, këtyne formateve të podcastit, përmes transmetimeve që bëhen televizion, domethënë është transformuar dhe ndoshta kjo bota e multimedias i ka ngërthy krejt këtë aspektin e komunikimit me një, kështu që na kemi me qenë dëshmitar të një transformimi hala marrënësor të mediave, po jo të zhdukjes së një zhanri apo një formatin apo një tjetri. Unë mendoj që pikërisht e përmenda çështjen e përgjegjësisë në fillim, edhe këta që quhen krijues të përmbajtjeve, apo sot çapi quajmë influencer, blogger, vlogger, asnjë prej tyre nuk privohen prej aspektit etik, sepse ne gjithë jemi, do me thonë etika është pjesë e çdo fushë tonë të jetës, jo vetëm të komunikimit dhe medias, po edhe jetesës sonë, profesionit, mjekësisë, çdo gjaje. Kështu që ne duhemi me jetu me etikën. Edhe me pas, thash, gjithmonë me veti, me qenë të përgjegjshëm për ato çka e bëjmë. Edhe a mundesh me, nëse e të përmendet ma herët diferencën ndërmjet transmetuesve publik edhe televizioneve private edhe shpjegimi më i thjeshtë që transmetuesi publik i ka paret e sigurta. Kur i ka paret e sigurta prej buxhetit shtetit, ai mundet me prodhu program jo komercial, mundën do redaktor me marr rrogë edhe nashta mos mi redaktu 10 tekste në ditë ose diçka e ngjashme. Në anën tjetër, transmetuesi privat duhet me prodhu diçka që mas pari i siguron reklama, i siguron rrogat, mandej me mendu për vlera. A mundesh me ju përmbajt parimeve etike pa e rreziku marketingun, pa e rreziku funksionimin, pa e rreziku financat, a bëhet që kjo debat a i ç'dasht mu bu? Unë mendoj që po, do me thonë përgjigjja e shkurtër është po. Është e vështirë, por natyrisht që është e vështirë, sidomos në kohën në të cilën jetojmë, në kohën ku prezente është inteligjenca artificiale. Ne hala s'kemi ardhur te debati i asaj se çka kemi me bot ashtë, qysh kemi me apliku etikën në përdorimin e AI në punën tonë. Ne ende në Kosovë për shembull nuk besoj që redaksit mediale kanë fillu me punu me manualin të cilin e ka nxjerr Komisioni Evropian për përdorimin e AI në gazetari. Kështu që ne kemi hala ende sprova tjera që po na vijnë. Kështu që përgjigjja e shkurtër është po, do të jetë sfiduese, mirë po natyrisht që është e mundshme dhe duhet të jetë e mundshme. Në fakt, në qoftë se nuk e bëjmë një gjë të tillë, ne kemi me shku ka vetë shkatrime, sepse një gazetari pa etik është jo profesionale, është e damshme për publikun edhe nuk na çon kërka. Çka duhet bë është që natyrisht duhet t'i vetëdijsojmë edhe ata të cilët janë t'i quajmë kushtimisht të pavarur, që thamë. Mediat janë pavarura kur janë financiarisht pavarura.
Po fjalën e kam për këta për shembull vlogert, influencert, këta për krijues të përmbajtjeve të cilët janë shumë më të pavarur se sa të quajmë mediat publike ose private. Këta duhet t'i vetëdijsojmë që në qoftë se dojnë t'jenë pjesë e diskursit publik, dojnë t'jenë pjesë e krijimit të opinionit, pjesë e komunikimit, duhet ju përmbahen rregullave të caktuara, rregullave të lojës. E rregullat e lojës janë vetëm atëherë kur domethënë është një raportim etik edhe është profesional. Në anën tjetër është ndoshta diskutimi duhet më ushtruar edhe në ç't idenë që platformat e komunikimit nuk janë të njëjta. Nëse në televizion thu diçka ose në radio, ekziston komisioni i pavarur i mediave në Kosovë, që për ato që ti e thu në Kosovë të monitoron edhe lëshon vrejtje ose dënime ose çka do. Mirë po, nëse ti poston diçka në Facebook ose në TikTok ose ku dush prej rrjeteve sociale, e para jenë konkurrencë me njerëz prej krejt botës, e dyta i suspendon rregullat lokale për shkak se jenë platforma globale, edhe e treta njëjta vlen edhe për publik mandej. Publiku një ka e kërkon gjithka. Të na ka funksionu në aspektin komercial çka për shkak se kemi diasporë shumë. Edhe ju ka mundësu njerëzve me financiarisht me qenë të qëndrueshëm dhe profitabil për shkak të klikimeve që i marrin gjithandej në diasporë, po pyetja është, a i çdo është vetëm copy-paste do parime globale edhe nëse e lëshon Zuckerbergi çka kemi na që dojmë nal, apo thjesht duhesh do parimeve lokale me ja imponu edhe rrjetit global, nuk e di. Unë mendoj që etika konsiston prej etikës individuale dhe kolektive. Ajo për çka po folim, për rregullat e gjithëmbashme, ato janë rregulla kolektive. Po një pjesë shumë të rëndësishme e përmbajnë rregullat etike individuale, parime dhe vlera në bazë të cilave krijohet profili një gazetari, profili një personi i cili merret me komunikimin, merret me mediat. Pa marrë parasysh është gazetar, është bloger, është vlogger, i ka disa parime individuale për cilat ishte dashur me mu përgjigj për to. E unë mendoj që kur jemi të këto parimet kolektive, ato janë mëse të, qysh me thonë, përshkrume edhe globalisht edhe lokalisht, mirë po kur jemi të parimet individuale, mandej thash ajo ndahet në që ato 3 rafshe, ku secili prej nesh duhet me majt veten përgjegjës për fjalën e thënë, për fjalën publike. A ka ndru kjo situatë? Natyrisht që po. Jo vetëm për shkak të platformave, për shkak të rrjeteve sociale që sot interneti ka dhënë zot gjithkujt. Nikosisht. Edhe secili e nin vetëm përgjegjës për me thonë diçka, për me dhoni, me kriju një opinion. Mirë po, ne duhemi, ne kur po thom ne, mendoj mediat, po edhe ne si institucione arsimore me këtë rast, duhemi që t'i mbajmë përgjegjës ata që i shohim që po qalojmë prej këtij rendi. Sepse ajo masanej na atakon gjithë neve si shoqëri. Nuk është që domi është kolateral. Do me thonë, nuk është që një, për shembull, një influencer ose një blogger ose një krijues i përmbajtjes e bën një dëm i cili mundet me qenë një dëm shumë vetëm për reputacionin e tij, po mandej është dëmi global. Ne e shohim këto në baza ditore kur njerëzit për shembull plasojnë përmbajtje të cilat janë pa verifikueshme, të cilat i shkojnë në dëm publikut. Edhe duhemi me reagu, do me thonë nuk është ky aspekt nuk duhet jetë vetëm qysh me thonë me pa prej një distance, po duhet njëkohësisht edhe të reagojmë, të jemi më të zëshëm rreth këtyre defekteve. Tash, po para se me dalë të nashta dopi metodave të reagimit edhe me fol edhe pak më shumë për zgjidhjet, që është një prej ideve thelbësore mbi të cilat bazohet emisioni, nashta me diskutu disa minuta dhe një trend, shumicën e formateve të cilat janë ka i dominojnë mediat,
e mira dhe e keqja është që na nuk I kemi shpik. Edhe reality show-at, edhe do forma tjera të spektaklit, edhe importimin e një gjuhë të caktuar në emisionet debateve, edhe degradimin e gjuhës politike, edhe transmetimin live me telefon pa marrë leje prej dikujt, nëse shkon me xhiru pyetje nuk I tregon që e ka transmeton e tjerë. Po ai çdosht me importu dhe do prej rregullave me të cilat janë marru çito formate këto emisione, për shkak se ose po mduket mu që të na janë ka shkaktojnë ma shumë dëm se sa që kanë shkaktu se di në Holland ose you name it, në Gjermani. Unë menoj fillimisht kur tham për këtë aspektin e etikës individuale dhe kolektive, do të thonë etika merr një ndihmë të madhe prej kodeve, rregullave, normave, ligjeve të cilat janë fuqi. Na si Kosovë I kemi akordu ligjet tona në kuadër të Bashkisë Evropiane, do të thonë ligjet tona janë kompatibile me ligjet në Evropë. Mirë po, njëkohësisht kemi kriju edhe kode dhe rregullore për sjelljen e mediave, për shembull edhe individuale. Secila shtëpi mediale e ka për shembull një kod veshjes, e ka një kod dhe rregullore të sjelljes së punëtorëve në atë institucion, edhe kështu I çdosh me qenë, domethënë në çdo aspekt tjetër. Na I gjithmonë I përqafojmë risit, mirë po duhet që t'jemi të vëmendshëm kur se çfarë risi po përqafojmë. Unë e kam thonë në shumë studio që për shembull reality show sikur Big Brother ka qenë një eksperiment social shumë I hershëm për Kosovën. Pse? Pse konteksti jon shoqëror, demokracia jon është ende e bresht për me pas një format të tillë prezent në shoqërinë tonë. Zhvillimi I shoqërisë tonë nuk është ende në nivelin ku një eksperiment, unë e thamë eksperiment social, I tillë është dosh me qenë prezent. Edhe unë menoj që dëmin ende nuk ja kemi pa, po kemi me pa me kohën, ose shpresoj që në ndërkohë kanë mu vetëdijsu edhe produksionet që organizojnë një reality show të tillë për me arrit me kriju rregulla që ta them kështu detyrimisht I kushtëzojnë pjesëtarët e atij formati me u sjell konform normave dhe rregullave që sillen edhe në vende tjera. Nuk është që këtu ka pas diçka të jashtëzakonshme prej formateve që I shohim, për shembull, unë kur kam shku për studime në Gjermani në vitin 97-98, për herë të parë kom pa Big Brother. Edhe për mu ka qenë një shok kulturor, sepse kur e kom pa anë që ka pas filmime prej, për shembull dhomave, prej tushkabinave, prej aspekteve shumë intime, edhe ka qenë një shok kulturor. Mirë po, pse ajo ka ndodhur në Gjermani, do të thonë në 98-ën, po na sot jemi në 2026-ën, unë mendoj që zhvillimi jon shoqëror ende nuk e ka mriqat Gjermaninë e 98-ës, sepse na jemi një shtat I ri, një demokraci thashë e re në Evropë dhe kemi ende shumë gjëra tjera për të bërë për me ardhur deri te ato çka bojnë vende tjera perëndimore. Në anën tjetër, edhe disa dukuri për cilat nuk ka pas fort kulturë të raportimit. Nashta kanë ndodhur gjithë, po kulturë të raportimit s'ka pas, po flas vetëm muajve të fundit është kthy në vëmendje për shkak të procesit gjyqësor rasti I dhunimit grupor të miture. E patëm ma herët në Lipjan, rastin e fëmijëve që kestrajtohen nga prindrit. Vazhdimisht kemi do të lashe me dhunë familje që prapo them, si janë dukuri të reja. Për shembull ka debat madh a duhet mu klasifiku femicid, secila vrasje, secilës gru në Kosovë nuk janë dukuri të reja, po mënyra e raportimit ose vëmendja që po ja japim është e re, prap gati vlen në njëjta pyetje, ai çdo është vetëm me importu do parime me të cilat raporton nuk e di, CDF-i për çet punë ose BBC-ja, ai çdo është me përshtat një model tonin për shkak se po vren për reagimeve që dika ja kemi huq. Nuk kam rrihet qëllimi.
Unë dje bile pata ligjërata dhe me student shpesh herë e marrë këtë përgjigjen prej tyne në momente që ata dalin tregun e punës thonë, edhe unë nihem jashtëzakonisht keq kur I shoh gabime tek ish studentë mi, edhe që janë në numër të madh. Dhe zakonisht ju shkruaj, ju flas, edhe thonë po e kemi pas presionin e redaksisë, redaktori ka thonë, redaktoria. Edhe ju thom, ju duni me luftu për do vlera dhe parimet ju janë njëtë, të cilat nuk I thani për askand, as për redaktorin, as për babën, as për nanën, edhe thoni stop, nuk shkon matutje, kjo është tonë qysh e kom mësu dhe menoj që është mas miri e mundshme, shpesh herë mundet më ju kushtu edhe me venin e punës, më ju kushtu me shumë gjona tjera, po njëri duhet me jetu me do vlera dhe parime njëtë. Do me thonë që ajo vim të që ajo aspekti etikës individuale. Tjetra është që po ka shumë shpesh shkarje në këtë farë aspektin e raportimit, si të dhunës në familje, si të raportimit për fëmijët që patëm, edhe ka pas mëse shumë trajnime. Edhe kjo vim shpesh herë të ajo që thonë student, po na ato që mësojmë teori, thonë shpesh na thonë në për shtëpitë mediale që nuk zbatohet praktik. Teoria dhe praktika qëndrojnë në një bashkë koordinatave. Po dhe redaktor që ju udhëheqin këtu media në Kosovë kanë kryer shkollën, nuk po shohën shumë kolegë mi që janë ardhur prej Kolumbias, as prej Georgetownit, as prej nuk e di. Edhe domethënë ato qëndrojnë në një bashkë koordinatave përballë njëna tjetrës që asnjëna pa tjetrën nuk bojnë. As teoria pa praktikën, as praktika pa teorinë. Kështu që unë mendoj që secili duhet me bë punën e vet me ndirë dhe me zbatu parimet të cilat janë më të mira mundshme dhe ai redaktori dhe gazetari, sepse ai din ato parime I din. Pse ndodhin këto shkarje, ndodhin për aspektin e shpejtësisë, klikimeve, senzacionit. Do me thonë anë etike mësojmë, gjëja parë që mësojmë është që lajmi senzacional s'është lajm. Do me thonë s'është lajm profesional edhe s'është etik. Ka pas, do me thonë, po ka edhe shumë shkarje rreth raportimeve për vrasjet, për shembull. Qofshin ato vetë vrasje apo vrasje të çfarëdo lloji. Një aspekt... Bile kemi dallim themelor me Spaku Maqedonin. Ata e kanë një marrëveshje të thjeshtun, po super funksionale që për vetë vrasjes raportojnë. Na raportojmë për atë punë, ka pak spekulojmë shumica të vetë vrasja jemi ma ferë. Në vrasje ja fusim ka pak. Po në Maqedoni për shembull për vetë vrasje nuk raportohet. Ideja është që mundet me u glorifiku si model, mundet me u kriju dikush që kopjon, edhe nëse raporton keq e promovon vetë vrasjen si trend, ata e kanë një marrëveshje të thjeshtun se prekin hiç. Jo, unë kam pa për shembull që në gazetari në Kosovë ka shpesh herë gabime fatale, për shembull, ku spjegohet forma e vdekjes, domethënë ose vrasjes, ose mënyra se qysh dikujt ju ka marrë jeta. Kjo është besoj një farë imitimi që na kemi bë prej mediave në Shqipëri, të cilat zakonisht e kanë fillu agjendën me kronikën e zezë, edhe dyqysh se di pse kemi fillu me emitu që atë farë trende edhe pse shumë shpesh në për trajnime kemi cekë gjatë që nuk duhet spjeguas konteksti, në qoftë se raportohet për vetvrasjet për shembull, nuk duhet spjegu forma qysh me çka. Unë mendoj që një prej problemeve themelore, po kjo është veç qysh me thonë çka kom po, nuk e kom hulumtu. Gjenerata jonë, për shkak se s'kemi pas media në Shqip, jemi rrit me anglisht ose me ndaj gjuhë tjetër, edhe mandej kemi marrë edhe krejt kulturën e tyre kalyp. Gjenerata që ka ardhur mas neve, kryesisht këta që janë rrit mas luftës, për fat keq anglisht din ma keq se na. Janë rrit me kanalet digjitalve të Shqip, edhe mandej kanë marrë mediat e Shqipërisë kalyp si model, që janë këgja modeli mrapsht. Po prapo them, është vlerësimi imi, nuk është që e kom hulumtu, po e vrej në komunikim përditshëm, komunikim me ambasador, me përfaqësues të huaj në Kosovë, gazetarë të ri flasin anglisht ma keq se na, që është ka qenë problematike, mu shpjegu derisa e kom vrejt që
ata kanë janë rrit me shqip, s'kan pas nevojë pejzorit tash ta më mësu. Po, ata kanë pas këto emisionet, do të thonë edhe filmat animum të cilët kanë qenë dublum. Ne nuk e kemi pas, kështu ndoshta mundet me qenë kjo njëra prej arsyeve, po besoj që sot kanë secili gazetar ka mundësinë e informimit të drejtë, është një botë pafund e informatave, të drejtë dhe të sakt, vetëm a don. Okej, që le të supozojmë që shkolla punën e vetë e kryn. Secili gazetar që e merr diplomën si parim e din kur duhet me jam mblu ftyrën dikujt, kur duhet me jam shef identitetin, qysh raportohet për viktimat dhunës seksuale, për viktimat dhunës familjare, qysh raportohet për vrasje, për vetvrasje, çka është njeri akuzum, çka është njeri dyshum, çka është njeri dënum, kur është dikush kriminal, kur është hajn, qysh raportohet për drejtat pacientëve. Është një set i gjërave të cilat në shkollë i mësojnë. Edhe me vetdije nashta zgjedhin me shkel. Në fund të emisionit po du me dal për tej punës tonë, për tej gazetarisë. Qysh me mri, ose a duhet me menu, qysh me mri çto më jam shpjeguar qytetarëve. Qysh me mri më jam shpjeguar dikujt që ai edhe nëse është pacient, ai ka të drejtë. Ai duhet me ditë vetë me kërku, mos më ju ekspozu identiteti. Ose nëse shkoj me intervistu pacientin Leortin, edhe është Remzia në prapavi, Remzin duna me mbulu nëse ky ka pranu me folë është faleminderes pej tij, po juve duhet me ju rujt. Qysh me e njëjti tërgim vlen për dëshmitar në vrasje. Na e marrim e ekspozojmë dëshmitarin, nashta ja rrezikojmë jetën, po ai duhet me ditë vetë që nëse është dëshmitar, qysh me mri me rujt anën tjetër edhe nëse gazetarët ja huqin ka njëherë për x arsye. Unë menoj që mediat, përveç rolit të parë tyre parësor informimit, rolin e dytë e kanë edukimin e masës. Shpesh herë këtë rol besoj që nuk e përmbushin, për shkak se ish dashmi u dhon hapësirë dhe emisioneve të cilat i trajtojnë ndoshta që kanë pikërisht këtë aspektin e rolit edukativ që nënkupton edukimin medial. Kjo aty kish me pajis publikun me njohuri të cilat ata ndoshta nuk i marrin prej formave tjera të edukimit që kanë në jetë. Do me thonë as prej shkollave tyne, as prej familjeve tyne. Unë shpesh herë ju thom studentëve që ju janë një ambasador për komunitetin e ju. Ju janë ata të cilët doni me mësu familjet e juja, të afërmit e juj, me pa mediat përmes një syri tjetër, një perspektive tjetër. Sepse ju doni me tregu atyre tash se qysh me verifiku informatën, qysh mos me ra prejmen, qysh mos me ra në grack të dezinformimit, qysh me i njoft nocionet. Për shembull, unë mendoj që një problematik censore që kemi në Kosovë kemi me nocionet, me terminologjinë. Për shembull, edhe gjatë raportimit kemi edhe përkundër asaj që jemi mundu me vite me trajnu gazetarët edhe me mësu rreth nocioneve adekuate për përdorim, a duhet quhen të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës së Kosovës, apo viktima, apo persona me aftësi të kufizuar, apo persona me nevoja të veçanta, apo njerëz të hendikepuar. Do të thonë, ende kemi që si shkarje të cilat në esencë duken ka njëherë si të vogla, po janë të mëdha, ose përdorimi nocioneve për orientimin gjenor, ku themi për shembull përdorim nocionin femra në të vend të nocionit gra. Janë këto, të gjitha këto i përkasin ose i kontribojnë që ati aspektit të raportimit etik. E funit është e pashmangshme po u trajtu Kosova në letër ka qenë vend multietnik, prej 99-ës, prej kur ka ardhur miku, por është dasht me u sfidu me do ngjarje, siç ka qenë 2023 Leposavici, siç ka qenë Banjska, edhe do të razira, për me po që nashta ndo vlera themelore
gazetarët raportojnë pavarësisht nacionalitetit, raportojnë çato që është fakt, nëse je profesionist, edhe nëse je propagandus, edhe je si e gazetar hiç e çorienton publikun qëllimisht, a ka qenë nashta, edhe pse s'ka hulumtim për çet punë ose unë s'kom po, sprova 23 dhe 24 sprova seriozisht që profesionalizmi shkon përtej barierës gjuhësore, përtej barierës komunitare. Fakti është fakt, nëse dikush e sulmon një ushtar ose një gazetar ose tenton mi thyn ndërtesën e komunës, ti që ato e raporton, mandej janë këto tjera detajet etnike ma vonë vinë. Unë mendoj që për kundër asaj që ne, do të thonë, ende nuk kemi arrit mi qetësu raportet tona ndëretnike, mendoj që në pjesën tjetër ne jemi mundu gjithmonë që gazetarët për shembull t'i përgatisim këtë aspekt të raportimit. Edhe gazetarët tonë me të vërtet jam shumë e lumtur që janë të zhveshur prej identiteteve tjera. Do të thonë nuk janë nacionalist, nuk e kanë atë petkun e nacionalizmit kur raportojnë. Sepse shpesh kur kom pa për shembull ose i kom krahasu raportimet prej anës serbe për shembull për rastin e Banskës, kanë qenë të ngjyrosura kryekput me propagandë, me nacionalizëm, përkundër asaj që gazetarët tonë kanë qenë në vlugun e konfliktit edhe megjithatë janë përmbajt dhe i kanë raportu në formë profesionale. Unë mendoj që këto e ka bo dhe prezenca ndërkombëtare që kemi pas për një kohë të gjatë edhe shembull që i kemi pas prej të kalumës, besa edhe në një farë forme edhe kritikat që i kemi marrë për shembull në rastin e ngjarjeve të Marsit të 2004-s, ato na kanë ndihmu në një farë forme që mos me u përsërit që ato gabimet e njëjta, edhe është mirë kjo punë. Që i vjen që nëse kemi ditë me raportu për Banskës ose për Leposavicit, i zhdasht me ditë edhe prej spitaleve, edhe prej gjykatave, edhe prej do rasteve shumë ma thjeshta, veç duhet me ju kthy do parimeve themelore. E shpresoj që kushdo që e shikon qëto ka me pas kohë do parimeve themelore me ju kthy, janë në libra, janë në internet, janë ka dush. Ju falemderit për prezencë edhe për bisedë. Falemderit shumë, ishte kënaqësia jame. Shkues të nderuar, ishte katrori yt. Është një katror në cilin mundeni parimeve themelore me ju kthy kush doni me raportu, po nikosisht me ditë që gazetarët janë aty për me u mbrojt një set të rregullave që u garanton kushtetuta, po kushtetuta ja umbron përtej mediave, edhe mundeni me mbrojt edhe veten në rast që po e shihni që ato rregulla po ju shkelen për shkak se vlejnë për të gjithë. Mirupafshim.